Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Mbrëmja e sotme na çon në Hag, aty ku prej vitesh tashmë është ndezur një proces gjyqësor që ka ngjallur debate, polemika dhe reagime të forta politike dhe shoqërore. Gjykimi i ish presidentit Hashim Thaçit dhe ish drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Një gjykim që shumë kush e quan të padrejtë sepse Kosova nuk ishte agresore, por viktimë e një lufte shfarrose. Prej 2 ditësh në Hag ka nisur faza e dëshmitarëve të mbrojtjes dhe një nga zërat më të fortë që ka dëshmuar këto 2 ditë është ai i James Rubin, ish zyrtar i lartë amerikan. Deklaratat e tij kanë qenë të forta, siç e thash. Ai tha se mbajtja për 5 vjet në paraburgim e të akuzuarve, të cilët u dorëzuan vullnetarisht dhe bashkëpunuan me prokurorin, ishte e padrejtë. Nuk ka të bëjë me shtetin e së drejtës, tha ai, por me politik. Ai përshkroi UÇK-n si një lëvizje kryengritëse, jo si një organizat me komandë vertikale, një distancim i qartë ky i Thaçit nga akuzat për urdhra vrasjesh dhe torturash. Por kjo dëshmi e ish zëvendës sekretarit, ndihmës sekretarit të shtetit Rubin, përveç se e nxjerr gjykatën tërësisht politike, duket se zhbën në një farë mënyrë dhe luftën dhe leadershipin e saj. A e bëri këtë për t'i mbrojtur apo tregoi një anë tjetër të historisë? Këtë do ta diskutojmë. Ndërkohë, politika shqiptare është e ndarë. Kryeministri Edi Rama flet hapur për pafajësinë e Thaçit dhe të bashkëudhëtarëve të tij në këtë luftë dhe shpreh gatishmërinë e Shqipërisë për të mbështetur Kosovën. Në Prishtinë, Kurti hesht. A ka shkuar aq larg armiqësia politike sa pushtetit mos dalë në krah ish komandantëve të UÇK-s? Ironia ndërkaq është edhe më e fortë, ndërsa dëshmitar amerikan ndalin në mbrojtje të Thaçit, marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në pikën më të dobët që nga shpallja e pavarësisë në 2008. Dialogu strategjik është pezulluar. Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione, siç e dimë, dhe vendi duket i izoluar. Të gjithë fajsojnë kryeministrin në detyrë Albin Kurti për veprime që ata i konsiderojnë të njëanshme, por që ai vet i ka quajtur të domosdoshme për të ushtruar sovranitetin në të gjithë territorin e Kosovës. Kush e ka gabim, do ta diskutojmë dhe këtë në pjesë të dytë dhe unë kam kënaqësinë t'ju prezantoj me panelin e të ftuarve. Në studio kam shumë kënaqësi të kem Alba Alishanin, gazetare. Mirëmbrëma Alba. Mirë se erdhe. Faleminderit që je këtu me mua. Dritan Hila, analist, opinionist, ish diplomat në këtë rast. Hila, si jemi për politikën shqiptare, por për Kosovën. Edhe i zëvendësministri i mbrojtjes. Të faleminderit dhe ty Hila. Dritan Goxhaj, ish luftëtar i UÇK-s. Mirëmbrëma Goxhaj. Mirë se erdhe. Marlind Laci, ekspert për marrëdhëniet ndërkombëtare. Mirëmbrëma Marlind, shumë faleminderit që je edhe ti këtu. Ndjekim fillimisht një insert ose një përmbledhje të deklaratave kryesore të James Rubin, ish ndihmës sekretarit amerikan të shtetit aso kohë të dhëna përgjatë këtyre 2 ditëve në Hag në procesin ndaj Hashim Thaçit dhe ish luftëtarëve të UÇK-s. Unë isha zëdhënësi i zonjës Albright, po punoja për çështjet e Kinës, të Rusisë, dhe ajo më tha që ndalo të bëri çdo gjë që ti po bën dhe duhet të shohësh në Kosovë. Duhet të shohësh atje në mënyrë të tillë që të ndihmoni Mike Jackson që të realizojë objektivat e veta. Dhe po ashtu sigurohu që Hashim Thaçi të nënshkruajë marrëveshjen. Kjo është arsye që të shkova unë në rajon. Dhe ajo më thot mua që Thaçi është person me cilin duhet të punoja, nuk do të thotë që ishte i vetmi person i rëndësishëm, por ishte personi kryesor me të cilin duhet të punoja, se mendonim që të tjerët nuk do të ishin kundër, por këto s'mund t'i parashikosh asnjëherë. Arsyeja pse jam kaq i bindur unë që ai nuk ishte drejtuesi ushtarak i UÇK-s është që unë vetë e kam vënë re këtë gjë për 3 ditë të plota. Unë jam takuar vetë me komandantët dhe kam parë me sytë e mi marrëdhënien e këtyre komandantëve me Hashimin. Këto komandanti kanë thënë atij çfarë të bënte. Do të marrëdhënia ishte i tillë që nuk i thoshte Hashimi komandantëve se çfarë të bënin, por komandantët ishin ata që i thonin Hashimit se çfarë të bënte. Ne nuk kemi gjetur asnjë të dhënë, asnjë provë, asnjë informacion që lidhte pretendime të tilla për ekzekutim dhe për vrasje me udhëheqës të tillë, as me zotin Krasniqi, as me zotin Thaçi. Personat që ishin kundër MBOJ-s dhe ishin të gatshëm që
të masakronin, të venin rrezik jetën e mira qytetarëve të pafajshëm. Pra, nga njëra anë kishim këta persona ekstremistë, por nga ana tjetër ne kishim persona të moderuar, si zoti Krasniqi dhe zoti Hashim Thaçi, që donin që të nënshkruhej marrëveshja Ravujes në mënyrë të tillë që Kosova të çlirohej, në mënyrë të tillë që të përfitonin nga mbështetja e Perëndimit dhe pa qenë e nevojshme të sakrifikonin jetën e mirë njerëzve. Mua më shqetëson fakti që dikush të jetë i paraburgosur për 5 vite përpara se sa të fillojë të ndiqet penalisht një çështje penale, ndërkohë që këta persona kanë dhënë vullnetarisht, janë ndërzuar vullnetarisht dhe kanë qenë shumë bashkëpunues me gjykatën. Kështu që në rastin e të akuzuarit në fjalë nuk e kuptoj fare sepse është dashur që qëndroj në burg për 5 vite. Unë për veten time nuk e shikoj këtë si shtetës së drejtës ose studim të ligjit që shpresoja që të krijohej nga sistemi ndërkombëtar ose të paktën pa diskutim sekretarja Albright nuk ka pasur këtë lloj drejtësie në mendje kur ka iniciuar krimin e ish-tribunalit të Hagës kundër Jugosllavisë ose ato të Ruandës. Mirë, këto ishin një pjesë e deklaratave të James Rubin të bëra në Hag në procesin ndaj Thaçit dhe ish luftëtarëve të UÇK-s. Alba, po e nis me ty, po sigurisht edhe Goxhaj do të na ndihmoj. Kush është James Rubin? Për ta kuptuar pak, për të kuptuar dhe peshën pas edhe rëndësinë e deklaratave të bëra nga ai sot. Sot dhe dje. James Rubin është një figurë komplekse dhe interesante dhe shkon përtej staturës së një dëshmitari të zakonshëm në një gjyq të jashtëzakonshëm. Në qoftë se do ta marrim në kontekstin historik, vlera e dëshmisë së tij të sotme është e ndryshme, ndërkohë në qoftë se marrim në kontekstin të aktualitetit, asaj çfarë mund të jetë rëndesë penale apo dhe pastrim imazhi për atë çfarë po ndodh prej 5 vitesh me Tribunalin e Hagës, janë ndoshta dy analiza që do duhet i bëjmë ndarazi. Po fillimisht po qëndroj tek profili i James Rubin. Është interesant dhe është kompleks edhe për shkak të përgatitjes, edhe për shkak të kontributit. Rubin dikur ka shërbyer si gazetar dhe ndoshta kjo është veçantia sepse ka një zell tjetër edhe në trofyerit të ngjarjes, edhe në ndërtimin e fabulës, po tashini ka edhe shumë karizëm kur rrëfen edhe kur dëshmon në këto orë të rëndësishme, madje tha që ishte përgatitur mbi 100 orë për dëshmitë e tij, kishte edhe batuta shkëmbyra ditën e sotme. 100 orë përgatitje, sepse sigurisht nëse dëgjoni me shumë vëmendje, përveç karizmës, përgatitjes, ndërtimit të fabulës, fjalive të bukura dhe rrëfimit të mirë që janë karakteristikat e një gazetari me përvojë, saktësia në dhënien e informacionit është e jashtëzakonshme. Sigurisht që ai potencoi ndër të tjera duke pasur edhe përfaqësues të Departamentit Amerikan të Shtetit brenda tribunalit prezent dhe për shkak të korrektesës dhe koncizitetit që ata i kërkuan me një deklaratë në ditën e parë të dëshmisë së tij, tha që referenca e tij e përhershme janë dokumentacionet, pra datat, historia dhe pjesët, episodet ku ai ka qenë kontributor dhe dëshmitar. Pra që është shumë e rëndësishme të përmendet sepse kishte momente ku duket se drejtuesit edhe përfaqësuesit të Departamentit Amerikan kishin një lloj rezerve për atë çfarë do të deklarohet, madje në qoftë se ti e pe me vëmendje, ata treguan një lloj qortimi, një tërheqje veshi, kur i thanë që do të ketë ndoshta momente kur ne do të detyrohemi të ndërhyjmë sepse flasim edhe për dokumente sekrete, pra dokumentet klasifikuara, të cilat më gjas në ditën e parë të tij pa rezerva dhe pa shumë kompleks, James Rubin ndoshta edhe në favor, edhe me ndërgjegje për Thaçin dhe kastën tjetër, i përdori dhe i citoi. Kjo ishte saktësia edhe për pjesën e parë të përgatitjes së tij. Megjithatë, ishte mbrojtje miqësore personale apo më shumë se kaq? Ti si e pe? Pas e rikthehemi prapë te figura e Në qoftë se shohim me vëmendje dimensioni miqësor personal që në këtë rast James Rubin do ta quante shumë friendly, ishte i pranishëm edhe për shkak të raportit që ata kishin ndërtuar në vite. Por ai u treguai sinqert dhe transparent edhe në këtë drejtim. Para se të niste dëshminë e tij formale, tha që ishte kërkuar asë kohë nga Albright, krau i djathtis së cilës ishte dhe kishte shërbyer, që me Thaçin të ndërtonte një raport të shëndetshëm. Dhe ashtu kishte bërë. Fillimisht ishin dy njerëz të panjohur, të cilët po njiheshin në kohë lufte dhe donin ta qonin vendin në kohë paqeje, po bënin negocime të vështira. Thaçi sidomos ishte në një pozitë delikate dhe të vështirë. James Rubin i takonte që duke zgjatur dorën e Albright dhe Clinton të kohës, do duhet të ushtronte dhe trystinë e presionin e kohës, po me sa duket James Rubin ka qenë edhe një instrument i butë
për ta ndërtuar këtë lloj miqësie që më pas duket se ka shërbyer si katalizator stimulant që Thaçi, i cili ishte kryesuesi i bisedimeve të Rambujës në vitin 1999, të bëhej ndoshta figura parsore jo si përfaqësues, por si njeriu i cili mori peshën e vendimit të vështirë të 18 marsit të Rambujës. I vendimi i cili më pas çoi në etapa të tjera të cilat quan atë që ishte vendimtarja pozitive për Kosovën, por në 18 mars Thaçi ishte edhe i pambrojtur, edhe i pasigurt, edhe para shumë gjykimeve për ata që e prisnin pas skene. Ju e dini që një pjesë mirë e kasës e cila po negocionte në Rambujë në ato ditë të vështira, u kthye në datë 24 në Kosovë, 24 të një muaji më parë, dhe thanë që kjo do të ishte kohë e konsultave me popullin. Në fakt ishte kohë e mosmarrveshjeve të mëdha mes njerëzve. Nëse kujtojmë figurat e mëdha të kohës, Adem Demaçi, i cili përmendet e ditën e sotme James Rubin e vuri theksin të Demaçi, një figurë e padiskutueshme për historinë, për kontributin dhe për kohën, po ishte krejtësisht kundër dhe i gjithë meraku ose halli më i madh ishte tek terminologjia. Sepse se çfarë do të ndodhte dhe garancia amerikane duke qenë aty dihej që do të ishte një mburojë e madhe për ta. Po të përmendurit e termit pavarësi për ta ishte e padiskutueshme dhe Demaçi e të tjerë të konsideronin dobëzshmëri. Pavarësisht se mendonin kështu në kolektiv, jo të gjithë ishin në një linjë. Për shembull, Demaçi ishte kategorik, Qosja, Recep Qosja në atë kohë ishte i padeklaruar, pra mbante disi një qëndrim amorf, pavarësisht rezerva që mund të ketë pasur. Rugova, pavarësisht aspiratave, ka treguar një lloj diplomacie të kohës, pra nuk ishte i ngurtë në qëndrimet e tij, ndërsa Albin Kurti edhe atë kohë ka qenë kësaj kontradiktor i fortë dhe dezertor. Madje kur u shkrua marrëveshja në 18 mars, besoj se ju e mbani mend mirë, tha që kjo marrëveshje e Rambujës rrëzoi të gjithë rezistencën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, menjëherë pasi u firmos marrëveshja. Por James Rubin ka shumë për të thënë, megjithatë janë dy elemente të tjera të rëndësishme për të përmendur, që ai ka qenë kontributor në 99 në Rambujë, po më pas ndoshta edhe si për ironi të fatit dhe procesit, ishte edhe pjesë e procesit të çermatosjes së forcave të Kosovës, të cilat më pas u shndruan në nga ushtria shërimtare e Kosovës në TMK-n, në trupat mbrojtësit Kosovës. Zotëria e di shumë më mirë, po që ai ka qenë pjesë e dy anëve të medaljes, në kohën kur po bëheshin bisedime që do të çonin drejt paqes dhe në kohën kur kishte ardhur më në fund momenti final për të çermatosur këta njerëz. Okej, mirë, se do ta diskutojmë nëse dëshmitë e tij në një farë mënyre mund të ndryshojnë fatin e procesit. Goxhaj, dëshmia e Rubin. Dëshmia është se zonja ishte interlokutori kryesor me grupin negociator që ishte vajtur atje dhe me pjesën tjetër të perëndimit që kishte vendosur të bënte atë mbledhje të Rambujës. Ajo çfarë ai tha në Hag është pothuajse sinqert deri në nivelet që ai ka pasur dieni për çfarë ngjarjes ka ndodhur. Pra, ato çfarë ai ka mundur të detektojë dhe të hetojë gjatë bisedimeve dhe gjatë veprimeve atje që ka pasur dhe gjatë qëndrimit me Hashim Thaçin dhe me grupin tjetër të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nuk po përjashtoj pjesën tjetër të anëtarëve të delegacionit, cilët i përkisin LDK-s dhe shoqërisë civile të atjerë, të cilët nuk kishin presione asnjë lloj gjëre tjetër, pra nuk bëi llaf për diçka tjetër. Gjithë problemi shtroi te UÇK-ja. Dhe vetëm dua të kundërshtoj një dy gjëra. Çfarë? Kur bëhet fjalë për Adem Demaçin, nuk është diskutuar asnjëherë çështja e termit pavarësi, pasi termi pavarësi nuk ekziston në marrëveshjen e Rambujës në asnjë vend. Ajo çfarë është diskutuar dhe është kundërshtuar prej fillimit, biles janë dy ngjarje të cilat përcaktojnë dhe vërtetojnë atë që ka thënë që James Rubini ka parë, pra që deklaroi që Thaçi nuk ishte personi i cili mund të merrte vendimmarrje në Rambujë. Janë dy ngjarje të ndodha në harkun kohor të një jave, të cilat e përcaktojnë qartësisht pse Hashim Thaçi nuk mund të merrte këtë vendim, pra nuk ishte vetëm që mund të merrte vendim. Ajo çfarë është diskutuar dhe që është kundërshtuar nga shtabi i përgjithshëm dhe nga gjithë komandantët e zonave operative të cilët u bën edhe antar shtabit të përgjithshëm. Më vonë është çështja e terminologjisë, e vërtetë që është terminologjia, po jo për çështjen të fjalës pavarësi. Terminologjia e cila ishte paraqitur në një projekt propozim të kësaj marrëveshje përpara se grupet negociatore të shkonin në Rambujë dhe që bëhej llaf në atë që shkruaj kundërshtoi fjalës se ishte sovraniteti dhe integriteti i Jugosllavisë në Kosovë. Pra kërkohej që kjo pikë ishte një pikë më vete të hiqej nga kjo marrëveshje, pra të mos kishte sovranitet. Se thoshte sovraniteti i Jugosllavisë dhe asaj çka mbetet nga Jugosllavia. Pra asaj çka mbetet nga Jugosllavia ishte që mbetet në Serbia dhe Malizin atko. Dhe kjo kërkoi fuqimisht që kjo lloj terminologji të mos ekzistonte në këtë marrëveshje. Integriteti i Jugosllavisë të mos përmendej fare sepse Jugoslavia ishte një diçka që kishte kaluar, pa ishte shëmbur, ishte shkatërruar. Dhe nuk u arritën dhe në këtë rast deklarata e Albin Kurtit, pavarësisht atyre të tjerave që kemi thënë dhe që do vazhdojmë të themi për Albin Kurtin, ishte e drejtë për arsye sepse në marrëveshjen e Rambujës
në pikën e dytë ose të tretë të saj, thuhet që Jugoslavia, pra Kosova mbetet pjesë integrale e Jugosllavisë dhe asaj çka mbetet nga Jugoslavia. Pra kjo vazhdoi të mbetej dhe në momentin që ti e deklaron të, atëherë gjithë lufta ushtrisë shqiptare të Kosovës binte realisht poshtë. Dhe marrëveshja e Mujes, po ta shohim si marrëveshje më vete, pra thjesht në aspektin ligjor, në raport me Kosovën, po ta shohim është një tradhti firmosja e saj, por ama Shtetet Bashkuara të Amerikës i kërkuan ushtrisë shqiptare të Kosovës që ta firmoste Qorrazi për arsye se ishin ata që garantonin çdo gjë tjetër. Dhe ne e firmosëm, serbët nuk e firmosën. Po ta kishin firmosur serbët, sot serbët do ishin në Kosovë, sepse ajo parashe vendosin e forcave serbe në Kosovë. Serbët nuk e firmosën dhe mos firmosja Rambujes solli në hyrjen e NATO-s për shkak se ata nuk pranuan të firmosin Rambujen. Okej. Të vim të thashë Të vim tek James Rubin. Te James Rubin, i cili thotë që tha që Kushtu nuk duken kishte. momentet më të forta të deklaratës tij? Shiko, janë dy momentet kryesore, çfarë dy mund momente sjellin ato kryesore për të cilat procesin për përcaktojnë Thaçin? shumë. E para është kur ai thotë që Thaçi nuk kishte fuqi vendimarrje, pra dhe vërtet nuk kishte një fuqi E do vendimarrje. ndalemi atje se do t'i duket vë- sikur dhe e dyta ai na kur tregoj thotë- një anë tjetër të historisë Pruçëkën Goxha. Jo, shiko, këtë ne kemi thënë gjithnjë. Unë personalisht e kam thënë gjithnjë dhe problemi me njerëzit është se gjithnjë kanë thënë që komandantët e UÇK-s, Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli, nuk kanë qenë komandant të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Po çfarë ishin? Kanë qenë përfaqësues politik, pra kanë qenë përfaqësues politik të ushtrisë shqiptare të Drejtoria Kosovës, kanë qenë në drejtori politike, politike dhe politika dhe ushtria janë dy gjëra të ndryshme, bashkë veprojnë me njëra tjetrën, qëndrojnë bashkë, por ama janë të ndryshme, pra nuk kanë pasur detyra komanduese në ushtrinë shqiptare të Kosovës, kanë pasur detyra politike dhe të përfaqësimit politik. Pra ajo që tha James Rubin Dhe- sot është e vërtet, le të themi. Absolutisht, prandaj akuza që u bëhet atyre për vepra, për krime, edhe në rast se ato krime kanë ndodhur, që nuk kanë ndodhur, por edhe në rast se do të kishin ndodhur ato krime, këta persona mund mbaj përgjegjësi se kanë qenë përfaqësues politik, pra përgjegjësi duhet ta mbaj, sepse statusi i Romës deni në thotë përgjegjësia komanduese. Pra përgjegjësi komanduese mban ai që është komandant. Këtë të nuk është komandant, pra ti s'mund të japësh përgjegjësi komanduese dikujt që s'ka qenë komandant. Pra këtë vërtetoi, këtë e përcaktoi James Rubin shumë mirë sot, që ta shërmë më vonë, dhe e dyta që përcaktoi është burgosja e tyre. Pra burgosja e tyre 5 vjeçare, cilën ai me të vërtet është shqetësuese. Kjo i vë ata pikën kësaj burgosje, tregon që kjo burgosje ishte qëllimisht dhe ishte politike. Politike, siç burgosja thotë ai e tyre, sakt, po. dhe pse është politike, mund ta sqarojmë gjatë së dhe pse ta sqarojmë, po, për sqarimin e patjetër. kësaj na ka ndamuar, pra duhet të falenderojmë Albin Kurtin, i cili me datën 2 korrik të këtij viti doli një televizion privat publik në Kosovë dhe deklaroi që këta të PDK-s vazhdojnë të marrin udhëzime nga Hashim Thaçi. Pra shkojnë në Hag dhe marrin udhëzime nga Hashim Thaçi. Dhe me datë 18 gusht, pra vetëm gati 2 muaj më mbrapa, gjykata e Hagës merr vendim që Hashim Thaçi të ndërpriten takimet me një sër personash edhe me vëllezërit e tij. Për shkak të kësaj ankese e Albin Kurti. Pra imagjinoni, pra Albin Kurti e ka pasur probleme Hashim Thaçi në atë kohë që të fitonte dhe vazhdon të ketë probleme edhe sot, pse ai jep direktiva në Dhe do kohë që Hashim ndalemi, Thaçi është një person i edhe padënuar te heshtja e dhe nuk Kosovë, e ka e të Kurtit. ndaluar asnjërisht që të japi direktiva politike për çdo kënd ose këshilla politike. Pavarësisht se është në burg, Por edhe okej. kam kërkuar dhe çuditem pse Hashim Thaçi nuk po shkruan dhe nuk po flet. Sepse se ndalon askush, nuk është një person i dënuar. Okej. Ka dhënë 2 intervista ndërkaq. Po duhet Për t'japim gjatë më kësaj shumë. kohe. Mund t'japim më shumë, po, pa diskutim. Megjithëse ka një procedurë pak të stërzgjatur Haga për intervistat. Hila, peshën dhe rëndësinë e deklaratave të sotme, dhe a mund ta ndryshojnë rrjedhën e zhvillimeve ose të procesit? Çfarë peshe kanë këto Shiko, deklaratat? qoftë edhe për një vëzhgusta të jashtëm të asaj kohe për një spektator, Apo thjesht pastrojnë imazhin, siç tha Alba, apo më shumë se kaq, mund të kenë edhe një efekt në çështjen penale. Shiko, atëherë jemi duke parë që po futet në lojë një enturazh i cili është enturazhi demokrat, i cili ka qenë në kohën e luftës në Kosovë, ka qenë në pushtet, enturazhi demokrat amerikan. Gjithsesi, unë dua të saksoj diçka që dhe Dritani e tha me drejt, që gjithmonë Hashim Thaçi ka qenë drejtori i drejtorisë politike, nuk është ndonjëherë që ka qenë komandant i UÇK-s. Dhe komandantët ishin terren. Unë për këtë dua të sqaroj një gjë që çdo luftë partizane, se në fakt lufta e UÇK-s ishte luftë partizane, kishte Kur thua përballë luftë partizane, çfarë nënkupton? Thjesht për ta sqaruar për luftë publikun. guerrille, atëherë se Luftë guerrille. mos krijohen kanotacione me Enver Hoxhën, po Me luftë partizane ka bërë luftën Tito. ja. partizane tonën. Po pra, po është stili luftës që bëhet. Okej. Kur një luftë guerrille është e asociuar me një parti e cila në atë kohë ishte LPK-ja, quhet luftë partizane. Gjithsesi, lufta guerrille pastaj ka edhe një kanotacion më djor. Gjithsesi, ai është një karakter lufte i cili nuk mund të ketë një shtab të përgjithshëm,
për vetë faktin, sepse forcat kundërshtare janë shumë të vogla se sa forcat e organizuara që kanë përballë. Dhe mos harrojmë që Serbia, Jugosllavia e vogël, trashëgonte fuqinë e armatës jugoslave, e cila ishte e treta në Europë në vitet 90, për sa i përket armatimit, grykave të zjarrit e tjera. Ky grup i vogël nuk mund t'i dilte përballë në luftë frontale ushtrisë jugoslave. Natyrisht që do bënte një luftë guerilje. Dhe në luftën guerilje është e pamundur që të ketë një komandë qendrore, një shtab të përgjithshëm, një komandant i cili jep udhëzime dhe ja u shërndan gjithë trupave në terren. Shoh që Goxhaj s'është fort dakord këtu, po ja se ta japim fjalën, ja ta përfundojmë. Diskutojmë brava, po nuk po flas pa. Jo, nga që ka qenë pjesë e saj, prandaj. Po pa krijuar një front unik, sado të kundërshtoj Goxhaj, një ushtri pa krijuar pak zaptuar një territor dhe në atë territor të ketë mundësi komunikimi njësia me njësin, natyrisht që ushtria nuk mund të do jetë e varur nga urdhrat që marrin komandantët në terren. Po ju marr historinë e ushtrisë shqiptare. Në momentin e operacionit Dimrit, kur shtabi i përgjithshëm ishte izoluar, direktivat i ka dhënë dikush tjetër, i ka dhënë Haxhilleshi, asnjëri se dikte, i ka dhënë nga Korça në operacionin e Dimrit. Pra operacionin e Dimrit në mënyrë operative e ka drejtuar Haxhilleshi. E njëjta gjë ka ndodhur me ushtrim partizane jugoslave. Pra, një ushtri e cila nuk ka vazhdimsi territoriale, është e pamundur që të ketë një shtab të përgjithshëm i cili shpërndan urdhra, qoftë edhe për arsye komunikimi. Është e pamundur të komunikosh me kurrier, sa të shkoj kurrieri, ka ndryshuar situata në terren. Prandaj po them që Thaçi, qoftë nga ana praktike, po qoftë edhe thjesht nga emrimi, nuk ishte komandant, po kjo nuk ja ul vlerat. Ai ishte përfaqësuesi politik. Dhe ne e mbajmë mend që në raundin e parë ai tha do shkoj të konsultojmë me komandantët e UÇK-s në terren. Sepse UÇK-ja në terren ishte ndarë në komanda ndryshme, brigada 147 që thoshin e tjerë. Ishte komandant që si njëri që kishte 200 veta dhe njëri që kishte 3 veta në komandë, thoshin vetes komandant. Kështu që nuk mund ta akuzosh Thaçin për krime lufte. Pra, dëshmia e Rubin thjesht ka vendosur gjërat në vendin e vet në kontekstin historik se ishin në atë kohë. Thaçi ishte përfaqësues politik, një vazhdues i LPK-s, partisë nga e cila mori zhvillim me gjithë ngjarja më vonë, kuptohet që ka qenë njeriu i cili ishte në komunikim të vazhdueshëm me Shqipërinë, me faktorin ndërkombëtar. Thaçi dhe disa të tjerë, domethënë që kanë qenë atë rrotull. Prandaj po them që Thaçi nuk mund ta akuzosh për krime lufte ose Krasniqin ose për shembull komandant Calin, Cali Mustafaj, të cilin e kanë akuzuar pse kishte mbajtur në një stall një të burgosur lufte sepse ishte shërbimi informativ. Sigur duhet ta çonte në burgjet e Danimarkës këtë. Aty do stall lopësh, kishte një stall lopësh do ta fuste. Prandaj po them, ka një egzagerim dhe plus asaj 5 vjet ndjekje është pa arritur të konkludosh, është e jashtëzakonshme. Është mbas 25 vjetësh, është një mënyrë që ti ta barazosh ushtusin me shlirimtarin, atë që luftohen për lirin, agresorin me viktimën, sepse mbas 25 vjetësh provat janë shuar, janë zhdukur, janë manipuluar, kujtimet ndryshojnë, perceptimi ndryshon, e pranon psikologjia këtë. Qoftë ata dëshmitarë që kanë marrë, se Rubin flet në bazë dokumentesh. Nuk ketë ndryshuar gjatë gjithë këtyre viteve? Jo, Rubin flet në bazë dokumentesh, se nuk ja lejon, ka qenë përfaqësues i administratës, ndërsa këta që paraqet si dëshmitar, pala akuzuese, këta mund të kenë ndryshuar konceptet e tyre. Më vonë se sot për shembull Nëse do ndalemi dhe aty, çfarë provash ka akuza prokuroria? Për mendimin tim, domethënë e gjithë vazhdimësia e kësaj tregon një mënyrë për të barazvlerësuar një ushtri çlirimtare e cila edhe mund të ketë bërë ndonjë, se imagjino, nuk kemi të bëjmë me një ushtri të trajnuar. Një ushtar i trajnuar sot quhet ai që kalon një vit trajnim. Minimumi 6 muaj. Këta sa mësonin të mbushin Kalashnikovin, i çonin në vijën e frontit. Në vijën e frontit ti je i pa përgatitur nga ana psikologjike. Mund edhe ta tejkalosh, mund edhe të vrasësh, mund edhe të bësh terror. Mos harrojmë që ushtria amerikane, një ushtri
më e mira në botë. Në kohën e luftës në Vietnam ka bërë masakrën e May Late, ku masakroi dogjin një fshat të tërë. Dhe për çfarë e bëri kop, sepse një togeri ja dha trurit të shfarëzovai togeri. Ushtria amerikane është ushtri pushtuese, neve ishim ushtri çlirimtare. Po të thotë, janë duke folur për psikologjin e ushtrisë. Psikologjia ndaron. Mirë, pra mirë. Janë duke të thënë diferencë. Kuptoj. Si vepron psikologjia e ushtarit në luftë. Prandaj po them, a mund të ketë ndodhur ndonjë krim? Thot Goxhaj. Edhe mund të ketë ndodhur. Ishte për të çliruar, jo për të pushtuar në këtë kuptim. Shiko, kur je përballë që kërcet pushkan dhe pushkan krahun tjetër. Dhe ti je në një presion psikologjik. Dhe domethënë, shikon përballë, je në një fshat ku dikush të ka vrarë fisin tënd, ti nuk je ushtari i trajnuar dhe që të ruash gjaktotësi në këto momente. Unë nuk po flas për ushtrinë amerikane, ushtri pushtuese ose ushtri janë të tjera diskutime, pastaj hajde flasim se amerikanët thonë jemi po çonin demokraci në Vietnam. Po ajo është vajzë si e shikon, si e vendos kamerën në Vietnam. Ti e di shumë mirë në terren, një ushtar i pa trajnuar, nga ana psikologjike nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Dakor, shpresoj uroj, por edhe në qoftë se nxjerrë në fakt, të nxjerrësh si fakt që filan ushtar ka vrarë në betejë e sipër, është futur këtu po ndodhin vrasje që quhet ai zjarri mik, vret ushtarin sepse është në moment tensioni në luftë mbrojtëse, ka qenë luftë mbrojtëse vetëm në një fazë të caktuar ku ka nisur operacioni Patkoj. Shtabi i përgjithshëm që thatë juve që nuk ekzistonte, shtabi i përgjithshëm ekzistonte sepse shtabi i përgjithshëm që ndërton ushtrinë dhe jo ushtria shtabin e përgjithshëm. Dhe shtabi i përgjithshëm merr vendim që të kalojmë nga lufta mbrojtëse në luftë guerrile dhe në luftë sulmuese në atë moment. Nuk i heq një presje kësaj makros që thua ti, jam duke folur në mikro. Mirë, Marlind. Te dëshmia e James Rubin, apo e humb mendon kuptimin gjykata speciale për krimin lufte? Gjykata speciale ka humbur kuptimin pas përfundimit të Oleksit dhe vijimit të gjykatës speciale dhe në kundërshtim me atë çka tha Goxhaj, ishte Albin Kurti që paralajmëroi gjatë gjithë kohës për 2 vite në parlament që mos e voton gjykatën speciale sepse do kthehet kundër, do kthehet si një bumerang. Si thua që roli Albin Kurti të shkretë kundërta me atë që thotë Goxhaj apo? Kundërta, po në këtë aspekt po diskutojmë, i ka paralajmëruar hapur dhe privatisht politikanët e Kosovës, qoftë Hashim Thaçin, qoftë Kadri Veselin, qoftë Jakub Krasniqin, por duket se liderët ushtarak apo politik, siç tha dhe James Rubin, nuk kishin kalkuluar siç duhet se çfarë do ndodhte më pas, sepse për shembull Hashim Thaçi mund të ketë menduar se mund të hiqte qafet politikisht, po flasim disa nga kundërshtarët e tij politik që ishin edhe brenda UÇK-s dhe bashkëudhëtar të asaj rruge, sigurisht që është një dëshmi pozitive nga një faktor i nivelit të James Rubinit, një përfaqësues i Shtetit Bashkuar të Amerikës, por nga ana tjetër për konsumin e brendshëm James Rubin ja heq rolin vendimtar Hashim Thaçit në vendimarrjen politike dhe ushtarake në vitet 1999, duke thënë se struktura UÇK-s nuk ishte një strukturë vertikale, pra nuk kishim një strukturë piramidale ku vendimarrës kryesor ishte Hashim Thaçi. Ai ka bërë për ta shpëtuar Hashim Thaçin nga akuzat e pa baza patjetër të gjykatës së Hagës, apo e ka bërë thjesht sepse kështu ka qenë, atë nuk e dim, por që shpresoj që ky proces të marrë fund sa më shpejt në lirimin e liderëve politik dhe ushtarak të UÇK-s. Nga ana tjetër mund të shtoj se mendojnë që dëshmit e Rubin apo dhe dëshmit tjera që mund të ketë, siç është ajo e Wesley Clark, patjetër që kanë rëndësi të madhe sepse ato kanë qenë personat më afër në kontakte, qoftë me Hashim Thaçin, por qoftë edhe me rrjedhën e gjithë procesit. Patjetër që mund ta ndryshojmë, unë shpresoj ta ndryshojmë sepse lufta për lirinë nuk mund të shkojë në kredibilitetin e agresorit dhe qartësisht agresorin këtë rast ishte Serbia. Dhe për të shtuar edhe për çështjen e marrëveshjes së Rambujës, nëse serbët do kishin firmosur, atëherë Kosova nuk besoj se do ishte në këtë fazë, në fazën e pavarësimit, dhe Adem Demaçi e ka prekur qartësisht dhe e ka kundërshtuar firmosjen e Rambujës, sepse mendonte nëse Slobodani firmos, nëse Slobodani firmoste, atëherë do dilnin në tezën e e ka treguar Wesley Clark në librin e tij këtë moment. I shkruaj Miloševićit në kuptimin figurativ të fjalës. Do dilnim në tezën e Vuk Draškovićit. Me bombën në njërin dorë dhe me lapsin në dorën tjetër. Ishte pak artistike ajo. Do firmosësh apo do bombën? Ai zgjodhi bombën.
Dhe mund të dilim në atë tezën e nacionalistit Serb Vuk Drašković, më shumë se autonomi dhe më pak se pavarësi, e cila do të dëmtonte totalisht çështjen kombëtare shqiptare në Ballkan. Alba, dhe dua dhe ta diskutoj pak me ty, se e prekëm me goxha po ne po e diskutonim dhe para se të hynim në emision. Deklaratat e Rubin sot, kur tha që në një farë forme e distancoi Thacin nga akuzat, duke thënë që në UÇK nuk ishte kontroll dhe komandë efektive, pra ishte një lloj ndërmjetësi, pra jo komandanti. Po ne duket sikur e njohim ndryshe historinë e UÇK-s. Apo na rrëzon mitin e UÇK-s apo jo? Nëse ka një element befasues në rrëfimin dhe dëshminë e James Rubin, është kjo, ndryshimi i kajës së historisë. Sepse po e dëgjoja me shumë respekt zotin Goxhaj, sepse sigurisht ai ka qenë pjesë e historisë, është kontributori drejt për drejt dhe unë nuk marr përsipër të flas nga ky pozicion dhe nga profili i tij, është një dëshmi e llojit tjetër, por e lexuar së jashtme, ndoshta me më pak më shumë ftohtësi, është një kthim faqe në histori ose të lexuarit ndryshe. Ose nuk na e kanë rrëfyer siç duhet, ose do duhet ketë ndërhyrje, ose do duhet korrektohet. Shihni, nëse jemi korrekt plotësisht dhe të ftohtë pa interpretime siç po përpiqem të jem maksimalisht sonte. Nëse futesh dhe bën një search bazik për atë se çfarë ka qenë Hashim Thaçi, të shkruan në biografinë e tij se ai ka qenë përfaqësues politik i ushtrisë qëndrueshme të Kosovës, një detyrë të cilën ia ka besuar shtabi i përgjithshëm i UÇK-s së kohës, detyrë të cilën e ka mbajtur në mos gaboj deri në 19 shtator 1999. Dhe më pas nuk tregon për funksionin sekondar që erdhi pas 19 shtator. Pas këtij momenti në qeverisë përkohshme në 24 mars. Me 24 mars. Në biografinë e tij shkruante 19 shtator 1999. Nuk është më profesues politik i shtabit përgjithshëm. Pra, sepse shkrihet drejtoria politike e shtabit përgjithshëm në momentin që formohet qeveria përkohshme. Dhe elementi i shtuar është që ishte kryesuesi i delegacionit të UÇK-s në atë kohë në Rambuje, pra përfaqësues politik edhe në këtë rast. Pra deri këtu jemi korrekt politikisht në lexim. Por ne nuk e kemi njohur Hashim Thaçin kështu pas luftës. Unë jam një fëmijë Kosove. Unë e njoh Thaçin si komandant. Mbaj mend novkën e tij Gjarpri. Dhe unë nuk e kam imagjinuar, të paktën në revizimin tim, konfigurimin tim viziv si fëmija të botë, sot si një rritur që ka filluar të njohë historinë e të ndjekje dhe politikën ndër vite, nuk e kam imagjinuar asnjëherë si përfaqësues politik. Ndoshta për shkak të mënyrës se si vetë personazhet, dëshmitarët, kontributorët ku hyn edhe vetë zoti Thaçi dhe protagonistët e tjerë e kanë rrëfyer historinë, ose peshën që ndonjëherë këta njerëz që ne i konsiderojmë heronj, edhe këtë tha dhe James Rubin ndër të tjera, duhet kemi një lloj kujdesi kur e lexojmë, sepse në konotacione të caktuara dhe për pjesë të caktuara të atij vendi këta njerëz janë heronj tan. Prandaj ka kujdes edhe në rrëfim, ka kujdes edhe në detaje, ka kujdes edhe kur prezantohen. Pra ndoshta edhe aureola që ka rrethuar pas luftës i ka bërë të duken si të tillë. Dhe pesha që ata kanë marrë individualisht dhe personalisht duke qenë kontributor në politikë dhe duke pasur një lloj atashimi të vazhdueshëm me kontributin e ushtrisë qendrore të Kosovës, na ka bërë të shohim vazhdimisht si komandant, si njerëz të cilët kanë qenë kontributor aktiv të drejtë për drejtë në terrenet e luftës. Dhe unë nuk di që këta njerëz në momente të caktuara ja kanë hequr këto merita vetes. Prandaj them që kjo është një hapje faqe e ndryshme e historisë. Dhe jo rastësisht kur filluam dialogun ton sonte, thash që ndoshta James Rubin do duhet analizuar në dy dimensione. Këtë historik, që na njeh me një anë që është një dëshmitar i shumë të rëndësishëm të kohës. James Rubin nuk është një figurë e zakonshme, por më tepër që ka qenë prezente në këto etapa, nuk flet nga fantazia, nuk ka imagjinat, ka qenë njerëz të cilët janë ulur në këto tryeza të rëndësishme. Nga Rambujeja deri tek tavolinat që ishin pas perdeve, që ndonjëherë rrëfehen, herë të tjera edhe nuk dihen. Prandaj janë edhe dokumentacionet e klasifikuara ku Rubin ka qenë dëshmitar. Kjo është ana historike, dhe ndoshta kjo është befasia e shumë prej njerëzve si unë sonte, që mund ta kenë ndjekur edhe nga Kosova, e që nuk besoj se ka një uri modeste për luftën dhe atë çfarë ka ndodhur në vitin 99. Po, patjetër. E vendosur në kontekstin e Tribunalit të Hagës është e ndryshme. Ishte një avokati për të drejtësisë Thaçin kjo, pra kjo mënyrë e të rrëfyerit. Shiko, në asnjë moment nuk duhet të bëjmë diskutim vërtetësinë apo subjektivitetin e James Rubinit. Unë besoj se po tregohet një anë tjetër historisë. Dëgjoni, me të drejtë zoti Goxhaj tha që shtab ka pasur. Po ju e dëgjuat sot James Rubin? Madje ai nënqeshi kur u pyet, tha këto kanë qenë aspirata, por në asnjë moment realitete. Pra, unë filloj ta mendoj ndryshe historinë. Si e mendon? Që ka dimensione të cilat kanë qenë të pasbuluara për syrin e publikut, ose janë rrëfyer ndryshe, ose neve i kemi zbukuruar sepse na ka pëlqyer pesha, dhe ndoshta tani po na pëlqen sepse na duhet t'i korrektojmë. Dhe atë kemi njerëz të cilët kanë qenë pjesë
e drejt për drejt kontributore e historisë, që po na e bëjnë më të kristalt vizionin e asaj kohe. Ida? Me qënë se kam ca vite më shumë se sa Alba, unë nuk Pak kam... vite më shumë. Ca më shumë. Ca më shumë, Alba. Tjetër, unë e mbaj mënd këtë fakt që asë njëherë nuk kanë thënë komandanti, kanë thënë komandantët e UÇK-s, kanë thënë gjithmonë në shumës. Keni në mendje ndonjë figurë tjetër kur thonë komandantët e ushtrisë qytetarë të Kosovës? Fatmir Limajn, për shumë një ndër Shokët Ramush e Haradinajn, pra njerëzit të janë cilët i që ka të pasur gjithë krah për komandantë të krah. UÇK-s. Pra, Eksakt. kanë thënë gjithmonë në shumës. Aureolën Thaçi e mori sepse pati një vazhdimsi. Madje në mos qofsha i gabuar, Thaçi nuk është se ka pasur edhe ndonjë zonë operative në komandë. Përveç një betejë. Jo, s'ka pa. Përveç një betejë që ka qenë pjesëmarrëse. Me datë 10 qershor të vitit 1998, në atë mbledhje që është bërë në Arbrit të Drenicës, ku është themeluar shtabi i përgjithshëm, që në atë ditë Hashim Thaçi ka qenë në atë ditë është caktuar përfaqësues politik i shtabit të përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe më pas ky përfaqësi politik është shtruar në drejtori politike. Se ka studiuar dhe filozofi dhe histori dhe tani po na e ndron tërësisht profilin e Thaçit. Janë ato mbi shtresa që ti vendos pastaj koha, që ti shikon që nga të gjithë figurat ky shmanget, sepse fiton poste politike, fiton poste komanduese, dhe ti mendon që gjithmonë ky është komandanti dhe ky është figura. Besoj që ju mund t'jeni në sinkron me mua në këtë rast, që ndoshta është se ndërtuar një imazh i gabuar të cilin ata nuk e kanë hequr si pesh. Kam qenë komandanti i UÇK-s. Televizioni shumë, juve keni parë Hashim Thaçin kur keni qenë fëmijë pas luftës Kosovë, në kronika televizive të veshur me uniformë ushtarake në shtab përgjithshëm në zona ndryshme. Dhe ajo ka krijuar idenë se çdo kush që është, pra njerëzit kanë kryesisht idenë që çdo kush që ka veshur uniformë ushtarake është komandant. Edhe ju më korrigjoni nëse unë gaboj, se jam krejt e hapur për pranuar edhe gabimet e mundshme në retorik, një herë të vetme që zoti Thaçi ka dalë dhe ka thënë unë kam qenë përfaqësues politik dhe nuk kam qenë komandant lufte. Në intervistat e caktuara e ka thënë, por nuk ka mohuar asnjëherë këtë peshën e kontributorit të drejt për drejt në terrenet e luftës. Nuk e ka mohuar peshën e komandantit. Pra ka një pesh faj në këtë imazh që unë kam sot për faqen komandant. Më falë të ndërhyj prapë. Po është e tia. Dhe komandant të përgjithshëm. S'ka thënë ndonjëherë që kam qenë komandant i përgjithshëm. Tani jemi në teknikalitete. Ka të drejtë në këtë që thotë. Këtu jemi në teknikalitete. Nuk ka dalë ndonjëherë publikisht. Shumë e rëndësishme, sidomos në ushtri, teknikaliteti është themelor në ushtri, ai s'ka thënë ndonjëherë që kam qenë komandant i përgjithshëm. Në raport me gjykatën e Hagës, teknikaliteti është baza. Dhe në gjykatën e Hagës nuk është marrë parasysh teknikaliteti. Këtu kemi një problem të madh. Pra sepse në çështjet ligjore teknikaliteti është ajo që përcakton. Do duhet ishte kur e fjala, por kështu nuk është qëndruar me tribunal. Çështja e historiografisë, si është servir figura e Thaçit. Nuk kanë pranuar ta marrin këtë. Çështja e historiografisë, si është formsuar figura e Thaçit, se po ta shohësh për shembull nga jashtë, duket sikur një njeri ka marrë pushkën krah dhe ka dalë malit, ndërkohë ky njeri ka qenë pjesë e büros politike, supozojmë. UÇK-s dhe nuk ka patur ndonjë rol heroik që e perceptojmë gjithsesi. Rol heroik ka pasur se kalonte shifirin në rol heroik, po flasim rol heroik. Mos merrem me kalimin e roli heroik ta japuna. Roli heroik. Nuk Hashim Thaçi është themelimi i shtabit përgjithshëm. Patjetër, ky është rol heroik. Themelimi i shtabit përgjithshëm erdhi pas eliminimit sepse kishte një shtab më parë. Shikoni, historia e UÇK-s nuk është thënë copa dhe njerëzit nuk e dinë. Dhe pjesën atë që ka mbetur e kanë fantazuar. Patjetër. Neve kemi pasur një shtab më përpara, ka quajtur shtabi qendror. Në atë shtabi qendror ishin komandanti i shtabi ka qenë Adem Jashari, pastaj ka qenë Nait Hasani që i cili erdhi nga i dërguar nga LPK-ja, ka qenë Adem Jashari, terrorizmi i tij. Vllai i Ramush Haradinajt ka qenë Sokol Bashota, edhe disa tjerë. Ky shtab filloi eliminimi i këtij shtabi në vitin 97 me vrasjen e Zeri Pajezitit dhe në 98-ën në 7 mars të 98-ën me vrasjen e Adem Jashari dhe familjes tij, ky shtab u eliminuar, quhej shtabi qendror. Dhe nga paralelisht u ngrit ky shtabi tjetër. Jo, nga marsi 98-s deri në qershor, deri në 10 qershor të 98-s, Ushtria Shqiptare e Kosovës nuk kishte më asnjë komand. Pra zoti Goxha, ju kishit struktura, kishit shtab apo realisht nuk kishit dhe i kishit vetëm aspirata, siç tha sot James Rubin? Po le ta shpjegoj. Në 96-ën është themeluar shtabi qendror. Në atë kohë, Ushtria Shqiptare e Kosovës funksiononte me çeta. Pra çdo çetë në bazë të krahinave. Pra Llapi kishte të vetën, Dukagjini të vetën, Drenica të vetën, Ferizaj të vetën, Erodima të vetën, në këtë aspekt. Pra nuk ishte midis dhe secili merrte njerëzit që njihte në çetën e vet. Pra rrethin e krijonte rrethin e vet.
ky shtab qendror u eliminua së fundmi në mars të vitit 1998 dhe prej marsit të vitit 1998 deri në qershor të vitit 1998 ushtria shkrimtare e Kosovës mbeti pa shtab, pa kokë drejtuese, pa asgjë, pavarësisht se LPK-ja ishte drejtuese në atë kohë ushtrisë shkrimtare e Kosovës, ajo mblidhej këtu nga marsi deri në qershor, LPK-ja mblidhej te lidhja e shkrimtarëve në Tiranë, pinin kafe për ditë dhe nuk morën asnjëherë vendim që të shkonin në luftë në Kosovë dhe as nuk vendosën të krijonin një shtat. Dhe më 10 qershor, Hashim Thaçi, Xhavid Aliti, Azem Syla, Jakub Krasniqi, Sokol Bashota edhe Recep Selimi vendosin krijimin e këtij shtabi për arsye se në rast se nuk do të ishte krijuar ky shtab, UÇK-ja po shkonte drejt shpërbërjes, ndërkohë që Po flasim 10 qershor të 98-s. të 98-s. Prandaj ky është veprimi heroik i Hashim Thaçit i krijimit të këtij shtabi dhe në momentin edhe kur u krijua ky shtab, në këtë shtab erdhën Bislim Zyrapi, i cili ishte oficer ushtarak karriere me eksperiencë lufte 4 vjeçare në Bosnjë, që kishte qenë komandanti i garnizonit që kishte mbrojtur kryeqytetin e Bosnjës, në atë kohë ndaj serbëve, pra Sarajevën. Erdhi dhe disa oficerë të tjerë shqiptar të Kosovës në ish armatën jugoslave, që kishin luftuar kundër Serbisë në Kroaci dhe në Bosnjë, pra me eksperiencë lufte. Dhe në atë moment, ky shtab filloi ngritjen e strukturave, pra ndryshoi strukturat e UÇK-s, nga qeta filloi krijimin e batalioneve, brigadave dhe në zona operative, për shkak të asaj që tha zoti Ila, sepse u krijuan në zona operative, duke qenë se ishin në zona të shkëputura dhe nuk do kishe mundësi dhe atëherë zona operative jep autonomi të plot komandantit zonës të funksionojë pa pasur nevojën në ndërhyrjes direkte të shtabit të përgjithshëm në aspektin e anës operative. Pra shtabi i përgjithshëm hynte në aspektet të nivelit strategjik ku duheshin bashkëveprim ndërmjet zonave për luftime të caktuara, por jo në aspektin taktik, pra se ç'duhet bënte një batalion, se ç'duhet bënte një kompani. Kto i përcaktonte vetë komandanti i zonës dhe shtabi i zonës. Dhe në qershor të këtij viti, të 98-s filloi, pas terminimit të shtabit, filloi ndërtimi i këtyre strukturave të rregullta ushtarake të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Prandaj, ky veprim i Thaçit është më heroiku sepse shpëtoi ushtrisë shqiptare të Kosovës. Po mos ishte krijuar ky shtab. Nga Thaçi dhe këta të tjerë që janë sot atjenak, s'do kishim sot UÇK. Këtë nuk e diskutojmë, po pse James Rubin sot thirret për aspirata dhe nuk thotë që ato kanë qenë realisht ekzistente. Po sepse nuk i njeh, prandaj nuk i njeh ai. Pse nuk e konteston Hashim Thaçi? Ai nuk i njeh këto. Prandaj po them që ai flet për aq sa njeh. Ai nuk i njeh këto. Ai po flet për atë që ai ka parë konkretisht. Dhe si thash, ai ka parë disa gjëra dhe në vazhdim të emisionit do të tregoj edhe ngjarje të tjera të cilat kanë lidhje me këto që thot James Rubin, pra çfarë ka ndodhur dhe ai ka parë reagimin e Thaçit për shkak të atyre që ka ndodhur. Çfarë ngjarje të tjera? Shikon thash, janë dy ngjarje të cilat janë shtrirë në Mi trego tani se pastaj do ndalen pika janë të tjera shtrirë në dy veprime në argun kohor të 7 ditëve. Veprimi i parë është i datës 30 janar të vitit 1999. Me datë 30 janar të vitit 1999, shtabi i përgjithshëm bën një mbledhje ku diskuton projekt propozimin e Rambujes, pra ishte një projekt propozim për të vajtur Rambuje për 10 pikash. Dhe në këtë propozim shtabi i përgjithshëm vendos që nuk e pranon këtë propozim pa u ndryshuar pikat kryesore edhe në këtë projekt propozim, në këtë mbledhje merr pjesë Adem Demaçi, i cili prej gushtit të vitit, prej shtatorit të vitit 1999-98 ishte përfaqësues politik i shtabit përgjithshëm. Pra jo i UÇK-s në përgjithësi, po i shtabit përgjithshëm. Dhe me datë 30 janar, Zonë si ministris, jo i qeverisë. dhe me datë 30 janar del me deklaratë publike Jakub Krasniqi në televizionin, e ka transmetuar televizionin publik shqiptar me një komunikat të posaçme që thotë që nuk e pranoj, thotë këtë projekt propozimin për 10 pikësh për të vajtur në Rambuje dhe e kundërshtoj. Me datë 3, shkurt, niset delegacioni për në Rambuje, për të diskutuar. Me datë 6, ditën që fillon mbledhja e Rambujes, shtabi i përgjithshëm organizon një mbledhje të posaçme, urgjente në Arbëri të Drenicës. Në këtë mbledhje, ç'a bën? Shtabi i përgjithshëm merr një vendim, edhe ky është një vendim historik. E para vendos që të caktoj komandant të përgjithshëm të UÇK-s, sepse deri në atë moment flitej që komandanti i përgjithshëm i UÇK-s ishte Azem Syla, po të shkruajtur në asnjë dokument, në asnjë letër nuk ekzistonte asgjë. Dhe vendos që në këtë mbledhje gjatë 6 shkurt komandanti i përgjithshëm i UÇK-s emërohet Sulejman Selimi, i cili deri në atë kohë mbante detyrën e komandantit të zonës operative të Drenicës, zona operative numër 1. Ju po flisni për 6 shkurtin e 99-s, që ka qenë konferenca që i parapriu marrëveshjes Rambujes. Edhe ka ndodhur eksaktësisht 3 javë pas masakrës Reçakut, ju e dini mirë. Pra në 6 shkurt. Dhe në këtë mbledhje marrin pjesë edhe gjithë komandantët e zonave dhe merret vendimi që edhe komandantët e zonave do jenë antarë të shtabit përgjithshëm. Dhe në këtë kohë nuk ishin antarë të shtabit përgjithshëm, pra bëhen antarë të shtabit përgjithshëm. Dhe në këtë mbledhje vendosin që Adem Demaçi, nga përfaqësues politik i shtabit përgjithshëm, merr detyrën e komisarit politik të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në këtë moment të marrjes kësaj detyre, e cila bëhet publike me fjalë Hashimit dhe shokëve të tjerë, ju a komunikuan këtë me telefon të nesmen, direkt, por me datë 19 shkurt,
UÇK-ja del me një komunikat, është komunikata numër 31, e cila bën të qartë to vendime. Pra, duke u caktuar Adem Demaçi komisar politik i gjithë UÇK-s, Hashim Thaçi nuk kishte me asnjë mundësi që të firmoste asnjë marrëveshje, pra se s'kishte më kompetencë, ju hoq kompetenca. Sepse çdo gjë duhet ta firmoste Adem Demaçi. Dhe me 19 shkurt, Hashim Thaçi dhe Adem Demaçi kanë bërë një takim në Lubjan me prezencën e Hetem Ramadanit. Okej. Ku kanë diskutuar për këto probleme dhe më pas ka dalë Adem Demaçi dhe ka dhënë mbështetje publike me një komunikat për delegacionin e ushtrishimbtare të Kosovës në Rambuje, i ka dhënë mbështetje të plot Hashim Thaçit për të diskutuar gjithçka tjetër dhe pasi është diskutuar sërish pra jo të drejtë firme. Prandaj James Rubin thotë qartë që nuk kishte të drejtë vendimari, sepse se kishte vendimari, sepse vendimari kishte shtabi i përgjithshëm. Dhe ndërpritet bisedime dhe duke parë edhe ndërkombëtarët të gjë që ky s'kishte fuqi të vendimari, atëherë vjen në Kosovë në shtab përgjithshëm dhe nisin diskutimet. Në këto diskutime si për cilat kanë qenë nuk mund të them të ashpra, po diskutime deri diku të zjarta. Edhe të zjarta. Adem Demaçi vendosi që të japi dorëheqjen nga kjo detyrë me datë 2 mars. Pra me datë 2 mars Adem Demaçi jep dorëheqjen dhe me dhënien e dorëheqjes Adem Demaçit, atëherë sërish kompetencat i merr drejtoria politike. Dhe në këtë moment Hashim Thaçi merrte sërish kompetencën për të firmosur. Dhe pastaj shkolla me 18 mars bën hedh firmën, sepse më përpara nuk mund të hidhte firmën. Pra kjo janë këto veprime që kanë ndaluar. Kjo është historia. Dhe në këtë është i sakt James Rubini, por nuk di se çfarë ka ndodhur. Pra arsyet ai thotë që nuk ishte, po ishte kjo, pra ishin këto vendimare. Okej, s'di arsyet thotë, nuk di kontekstin historik brapa. Ishte detyrueshme sepse të gjithë ta ikën, pra iku Jakub Krasniqi, iku Azem Syla, të gjithë ta që ishin komandant, pra që Azem Syla ishte komandant i përgjithshëm. Pra iku komandant i përgjithshëm dhe nuk la në çdo lloj strukture, zoti Ila e di shumë mirë, sidomos ushtarake që kur një komandant i vizë duhet të lëj zëvendësin, pra delegon firmën. Të delegoj firmën, delegoi asgjë, pra asnjëri nuk delegoi asgjë. Dhe në shtabin përgjithshëm mbetën vetëm 3 veta. Prandaj u detyrua të bëjë kjo mbledhje për të shpëtuar sërish shtabin e përgjithshëm, për detyrë operative, për arsye sepse më pas nisi operacioni Patkoj dhe ishte ky shtab i përgjithshëm i riorganizuar sërish, i cili bëri ballë operacionit Patkoj dhe arriti ta thyente operacionin Patkoj përpara se NATO të hynte në luftë. Okej. Dhe çfarë do të thotë kjo për mbrojtjen dhe për prokurorin? Kjo dëshmi, kjo pjesë. Kjo për prokurorin, të cilat prandaj po them që mbrojtja nuk ka sqaruar këtë në mënyrë të detajuar. Në rast se mbrojtja ta sqaronte këtë në mënyrë të detajuar, mbrojtja është marrë Prokuroria ka futur mbrojtjen në Qorsokak me gjëra të vogla, pra djalli pra është futur mbrojtja në Qorsokak. Absolutisht është futur mbrojtja në Qorsokak. Mbrojtja duhet të rrinte në çështjen parimore që këta zotrin nuk kanë pasur fuqi vendimmarrëse, sepse ka ndodhur 1, 2, 3, 4 ngjarje. Madje disa herë kanë qenë te softikës për të pasur komandën. Unë po them te libri i Madeleine Albright, më harrova faqen, po Madeleine Albright thotë që kur Thaçi e ka firmosur, e shkruan Madeleine Albright, kur Thaçi firmosi marrëveshjen, më tha dhe i ka thënë drejtuar që nuk e di kur them Kosovë, a do jem gjallë apo jo. Sepse kishte frikë se komandantët dhe kur erdhin Thaçi në Kosovë, kur është diskutuar marrëveshja, sepse nuk e dinin marrëveshjen plot, ka pasur një sherrë të madh, një debat të madh dhe ditën e parë që është bërë mbledhja në shtab të përgjithshëm. Komandantët sherrë pse Thaçi kishte firmosur? Atë çfarë kishte firmosur sepse nuk dinim çfarë ishte firmosur. Nuk dinim përmbajtjen e saktë. Dhe për pjesë të tjera përmbajtja as kujt nuk i intereson, po pika e cila parashite demilitarizimi dhe çarmatosin ushtrishimbtarët e Kosovës. Ajo ishte pika që të gjithë i prekte. Kjo ishte pika që i prekte të gjithë. Kjo shkaktoi. Megjithëse edhe kaq jo familjar nuk kanë qenë me përmbajtjen dhe kontekstin pse, sepse pas konferencës e cila i parapriu Rambujes, pra marrëveshjes finale të datës 18 mars, rrëfimet dhe dokumentat tregojnë që ato kanë qenë 17 ditët më të edhshme të negocimit, ku ata që kanë qenë pjesë drejt për drejt thonë që po bëj luftë paralele, një luftë në kështjellën e Francës dhe një luftë tjetër e cila po realizohet në terren. Pra, nuk kanë qenë kaq jo familjar me atë çfarë mund të firmosej, por nuk kishin zgjidhje të tjera dhe këtu duket një déjà vu tjetër. Siç Thaçi dhe çdo Thaç tjetër nuk kishte zgjidhje në 2013, ashtu nuk do të kishte edhe po t'ishte dikush tjetër i ulur në karrigën e tij. Pra nuk ishte para alternativave dhe luksit për të zgjedhur, po flas për themelimin e gjykatës speciale të Kosovës, ashtu dha atë botë. Për Rambujen, nuk kishte zgjidhje. Kishte alternativë mos ta votonte. Mos ta votonte dhe të jepte dorëheqjen nga presidenti i Republikës. Ta çonte vendin zgjedhje pra kosh, pra sakrifikonte karrierën e tij politike. Për të mos bërë pjesë të ushtrishimbtarët e Kosovës. Në këtë rast, sakrifica personale nuk ishte barazvlefshme me një rezultat të ndryshëm. Prandaj tash, çdo Thaç i cili do tulej në atë karrige, do të vendosej para të njëjtit presion. E keni gabim, sepse Thaçi në atë kohë ju bënte presion deputetëve dhe biles doli edhe me deklaratën e tij dhe thoshte kush nuk e voton, është kundër Kosovës dhe anëtarësh shqiptar. Pra,
Po Shumë pavarësisht thotë. Pse ja keni sepse neve po bim ndesh thotë me pra presionin e jashtëzakonshëm që binte mbi këtë ligj. E bënte shumë të thjeshtë. Largohej nga politika dhe mbyll aty. Askush tjetër të garantoj që po ta bënte thaçë atë veprim. Me detyrën e presidentit, askush tjetër nuk do ta votonte atë marrëveshje, sepse atë marrëveshje vetëm 82 deputetë votuan. Vetëm 82 deputetë votuan. E votuan vërtet. Dhe Presion nga kishte PDK-ja vërtet. e votuan vetëm 30, pjesa tjetër ishin LDK. Por hiqeni emrin Dhe konkret të Serbë. Hashim Thaçit. Kush do të ishte në atë karrige përballë atij presioni do të gjej? Jo, po flasim për Hashim Thaçin. Kushdo që ishte në atë karrige, dikush tjetër që s'ka qenë luftë, do ta votonte pa problem fare, pas një lloj presioni, s'ka pasur Jo, nevojë për ata që presion. nuk kanë qenë luftë kontestuan në fakt. Kush? Ata që nuk kanë qenë DDK-ja luftë. votoi gjitha. Vetvendosja të Vetvendosja. Vetvendosja e ka luftuar që në momentin e parë, madje Po nëse flasim për kronologji që në Rambuje. Albin Kurti e kundërshtoi për arsye se Albin Kurti qëndronte qëndrimit të tij që mbajti me firmosjen e Ramujes. Eksakt, Pra, ata kjo që është. në Pra, Rambuje, nuk që mund në të ndryshon datën qëndrimin e 18 tij. mars e Po, deri pra, te po. 2013 e gjykatës speciale, ata nuk janë njerëz të luftës. Asnjëri prej tyre që kanë kontestuar dhe luftuar aq fort, ju i mbani mend fjalimet famoze në Parlamentin e Kosovës në kohën e gjykatës speciale. Pra po ju them që dhe Hashim Thaçi nuk është se e bëri presionin nga kënaqësia e jashtëzakonshme për gjykatën speciale. Kishte opsion, Hashim nuk po Thaçi them se kishte presion, kishte opsion. në rrëfime personale tregon që nuk ka pasur opsion. Ka pasur një Largohesh. presion të jashtëzakonshëm dhe ambasadorët kanë qenë ato pika që i kanë hapur telefonin dhe i ka komunikuar drejt për drejt në shtëpinë e Bardh duke mos i lënë një opsion Po, tjetër. Pra largohesh. nuk ka pasur një Nuk ka alternativë pasur B. presion nga shtëpia e Bardh në këtë. Thoni Nga ju, shtëpia e Bardh nuk ka pasur asnjë dëshmit presion. pas perdes Jo, të ndryshe. kishte opsione ta bënte si Albin Kurti që e ka bërë domethënë gati delen e zezë. Patjetër që kishte opsione, se Një s'kishte. gjykatë speciale që do të kishte këto objekte hetimi për cilën Thaçi Një ishte i gjykatë ndërgjegjshëm. sociale ku do Vërtet që do besoni bëjnë nga që OKB-ja Thaçi dhe në do kushte të kishte tjera do ta kishte votonte? Dora dhe Kina dhe Rusia. Këtë Jo, shmang në OKB nuk, atëherë, në OKB kjo gjykatë speciale nuk mund të ndërtojë dhe nuk mund të kalonte në asnjë mënyrë, për arsye se në OKB amerikanët nuk do e votonin një gjykatë të tillë. Në asnjë do lloj bëj mënyre. një gjykat do bëhej. Nuk do bëj asnjë gjykatë. Gjykata Jo. ishte sepse nuk do bëj Ida. asnjë gjykatë. Presioni Gjykata ishte ishte i gjykata jashtëzakonshëm. ndërkombëtare e Hagës, në cilën një pjesë e komandantëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës morën pjesë në atë gjykatë, u gjykuan siç ishte rasti i Ramush Haradinajt, rasti i Fatmir Limajt edhe tjerë. Pra, çdo gjë mund kalonte atje dhe ekzistonte ajo gjykatë sepse ishte gjykatë për Jugosllavinë. Kosova ishte pjesë e Jugosllavisë dhe duhej luftuar në këtë aspekt, që çdo gjë le të vazhdojë në kuadër të ish Jugosllavisë. Për më tepër që Tribunali Holandez i Kosovës është një rast sui generis. Pra Absolutisht. mund kalonte fare pa të, sidomos 20 vite më vonë. Goxhaj, a mund themi që në të vërtet ky tribunal, ndoshta është pak ironike kjo, a nuk e di, përfundoi duke i shërbyer Serbisë? Shikoni, ky tribunal është ngritur me prallat të Serbisë. Me prallat të Serbisë, të sajuara në Serbi dhe të shkruajtura nga shqiptarët. Se deri më sot kemi ngjuar shumë lart e poshtë që Rusia, Kina, ku diun. Atëherë duhet të jemi të qartë. Në ngritjen e këtij tribunali. Ndoshta Rusia mund të ketë pasur në gisht në Këshillin e Evropës më pas. Por baza e ngritjes së tribunali është shkrimi i bërë nga 2 gazetarë shqiptar. Po unë do të thosha pse 2 pseudo-gazetarë. Njëri quhet Altin Raxhimi, kurse tjetri quhet Vladimir Karaj. Të dy këta kanë bërë në shkrim në vitin 2009, në kuadër të Birnit. Në atë kohë Birn në Shqipëri nuk ishte Birni vetëm në Beograd. Dhe nga Beograd, po. Po. Dhe këta kanë bërë ku deklarojnë, atje shkruajnë për trafik organesh, përmendin Shpinë e Verdhë në Burrel dhe shkruajnë për tortura në Kukës ku deklarojnë që janë vrarë 19 veta. Ndërkohë që janë bërë hetime për këtë. Është bërë hetim ndërkombëtar nga gjykata ndërkombëtare e Hagës në Republikën e Shqipërisë për çështjen e Shtëpisë Verdhë dhe ka dalë zero, pra nuk kanë asnjë dhe në ngritjen e kësaj gjykate, pavarësisht se gjykata thotë për akuzat e ngritur nga Dik Marti, kjo gjykatë nuk e prek fare çështjen e Shtëpisë Verdhë, sepse nuk Në ka dosjen asnjë provë. Thaçi nuk ka asnjë element mbi Shtëpinë e Verdhë dhe pikërisht, elementet e nuk Dik prek Martit. fare. Ndërkohë që njerëzit e Birn të cilët i përmendi zoti Goxhaj kanë përfituar azil pikërisht për këtë motiv. Absolutisht. Kanë përfituar azil politik për këtë motiv. Njëri prej tyre po, tjetri livadhiset rrugëve të Tiranës. Okej. Altin Raxhimi ka fituar azil politik në Kanada, kurse tjetri vjen vërdall rrugëve të Tiranës, Okej. hiqet si gazetar, i paguar nga Serbia. Sepse ishte pagesë e Serbisë. Pra Birni i Nuk po Serbisë komentoj. ka paguar 2 gazetarë shqiptarë sepse po ta bënin 2 Okej, dhe ti gazetarë thua serb. tribunali është ngritur nuk për vesh. shkak të Po, të dhe shkrimit mbas të të këtyre. kësaj. Dhe pastaj kemi, pasi u bë ky hetim për Shpinë e Verdhë, Po. Prokuroria Speciale e Serbisë për krimet e luftës Po. bën një kërkesë prokurorisë të Shqipërisë për të hetuar sërish Shpinë e Verdhë dhe çështjet e Kuksit, bazuar mbi këtë shkrim. Në atë kohë prokurore e përgjithshme ishte Ina Rama, dhe Ina Rama për të shitur gjoja patriotizëm, por që jam i bindur që e ka bërë me direktiva caktuara,
e kundërshton kërkesën e prokurorisë serbe për të bërë këtë hetim, ndërkohë që shumë lehtë mund ta pranonte dhe vazhdonte hetimi dhe hetimi do ditë ashtu siç dolën hetimi ndërkombëtar që s'ka asgjë. Po të bëhej ky hetim. Sot nuk do ta kishim këto akuza dhe këtë gjykat, sepse s'kishin ku të bazoheshin. Dhe gjithçka është bazuar mbi çështjen e Kuksit, e cila nuk është hetuar kastile nga Ina Rama kur është bërë kërkesa, duke shitur patriotizëm se ne si pranojmë kërkesat e Serbisë. Ndërkohë që ajo pastronte qartësisht figurën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. S'do ta kishim këtë gjykat sot. Absolutisht. Nuk do ta kishim këtë gjykat. Nuk mund të ngrihet një tribunal ndërkombëtar vetëm me faktin se mund të jenë, domethënë mund të jenë për çështje organesh. Ka tre forma se si ngrihet. Ngrihet për gjenocid, për krime kundër njerëzimit dhe për spastrim etnik. Nuk mund të ngrihet një tribunal kaq i madh për çështje të tilla, për 19 veta, për 16 veta. Ngrihet për një masë të madhe të popullit i cili është cënuar me shkak gjenocid, me arsye gjenocidi, spastrimin etnik dhe krimet kundër njerëzimit. Nuk mund të ngrihet për çështje shtëpia verdh në Mat apo në Kukës. Kjo është e pa precedent që merret. Po atëherë pse u ngrit pra? Po ngrit sepse e shprehu shumë qartë edhe. U ngrit është një gjykatë politike, është një gjykatë dorë zgjatur e Serbisë për të bërë pis dhe për të barazuar agresorin me viktimën, që në këtë rast viktima janë shqiptarë dhe agresori detyrimisht janë serbët. Dhe sigurisht është edhe lojë e madhe e diplomacisë serbe. Mos harrojmë që është një diplomaci e konsoliduar, e cila po i përdor ndërkombëtarët kundër shqiptarëve realisht, sepse ajo gjykat ju ofrua Po dëshmia amerikane ndërkombëtarët, patjetër dëshmuan drejt, por në këtë aspekt e shpreh edhe në kryetarallës, kalkulimi i Thaçit me votimin e specialit ishte komplet tjetër. Pra të shpëtonte politikisht nga krau që mund të rrezikonte pushtetin dhe të qëndronte aty sa ti donte qefin pushtet edhe... Ta kundërshtoj pak të nuk besoj që Thaçi është nisur nga aspekti... Po nga cili aspekt se nuk përbën sens, që të firmosësh burgimin tënd apo të votosh burgimin tënd pasaj. Çdo gjykat që ngrihet nuk mund të akuzojë një person për dy herë për të njëjtën çështje dhe ata cilët ishin kundërshtarë të politikës siç Ramush Haradinaj ishte akuzuar një herë në gjykatën e Hagës për këto çështje dhe kishte dalë pa fajshëm, kështu që çfarë do gjykatë tjetër nuk mund ta merrte atë panderu dhe zoti tha që këtë kaq e dinte sepse kishte i tuf këshilltarësh që mund t'ia thoshte. Nuk rrezikonte nga ana politike, nuk është bërë me qëllim për të futur të tjerë në burg. Jo, tha që kishte një premtim që do të ishte i paprekshëm nga gjykata. Ja pra, kjo. Ka patur premtim premtimi pa mbajtur që do të ishte i paprekur, por ai ishte viktima e parë dhe kolaterali më me peshë për këtë gjykatë. Dhe më kujtohen debatet në Parlamentin e Kosovës, ku Albin Kurti thotë ti do jesh i parë që të shkosh në këtë tribunal, do jesh i parë që të burgosesh dhe shumë ndodhi. Ila, a jemi në kohë për të thënë që nëse kjo gjykatë mund të zhbëhet, a ekziston një mundësi e tilla apo jo? Shikon, atëherë apo do të çojë duhet jemi të qartë detyrë dhe mision deri në fund. Në gjithçka është fryma. Atëherë fryma ishte meqense neve dënuam serb, do dënojmë edhe ca bosnjak, do dënojmë edhe ca kroat, duhet të dënohen edhe ca shqiptar. Megjithëse përmasat e luftës ishin komplet të ndryshme dhe zhvillimet në territor komplet të ndryshme. Dhe unë mendoj që më tepër se sa teknikalitetet ishte fryma që u përdor për të ngritur këtë gjykatë. Ndërsa pastaj ngritja e akuzave mendoj që ka pasur një dorë të mirë edhe nga shqiptarët. Dhe unë mendoj që roli Albin Kurtit në këtë pikë është shumë i dyshimt. Pse është i dyshimt roli Albin Kurtit? Nuk dua të hyj në teori komplotiste që Albin Kurti është agent i serbëve njërin e tjetrën. Albin Kurti me mendje shkurtësi përdori akuzat për të eliminuar një kundërshtar politik, sepse Albin Kurti nëse këta do ishin në terrenin politik, s'do kishte fituar kurrë. Në qoftë se do ishin jashtë, Thaçi, Veseli, Jakupi, Soselimi u bëme, nuk do kisha fituar kurrë, siç fitoi. Ne s'dia mund ta themi këtë me siguri apo jo, se fakti që përmendi që edhe tashti tha bëri deklaratat e veta që po japin intervista tregon që i ka frikë, tregon që s'është fare i sigurt që mund të fitojë. Dhe tani më fal, kur fitoi zgjedhjet terrenin e kishte të pastruar, kishin mbetur vetëm macet e zyrat e PD-s dhe të zyrat e LDK-s. Shiko kush e udhëheq sot një LDK, një produkt OJF-jet, kush e udhëheq PDK-n, një këngëtar repit. Pra kemi një elita e Kosovës. Edhe ajo okay. Mirë, është rinovuar elita e Kosovës, paktën ndryshe nga ne që kemi. Po s'kan eksperiencë politike, pra po jemi tash po s'mund të krahasosh një njerëz i cili ta tha formoi
dy herë në shkrirje, madje herën e parë ishte për shkak të ofensivës serbe. Unë i mbaj mend pamje filmike kur turmonin në përfshatra serbët që bënin shfarosje në UÇK-s. Pra, s'mund të krahasosh një njeri i cili është në gjendje të bindë ca komandantë të tjerë që nuk janë pesha të leta, nuk janë pesha popull me ata që janë në krye të LDK-s të PDK-s. Prandaj pra po them, që këta i hapën në rrugë. Dhe akuzat e Albin Kurtit më duken shumë të rënda. Bashkëpunimi i tij për hir të politikës, për të ruajtur atë ngastrën e vet, atë cop Kosovë që ka dalë aty se i duket ne shqiptarët e kemi, na duket kur kemi një karrige, na duket se kemi perandorinë, fillojmë të japim mend pastaj edhe për punët e botës. Po ti e ke çuar këtë vend në një moment që je i bllokuar krejtësisht nga Bashkimi Evropian. Po pra, aty do dalë. Po ky njeriu është në një krizë shumë të madhe politike. Dhe i duhet patjetër që të eliminojë kundërshtarët kryesor. E imagjinon të kthehen këta të katërt nga burgu se si del Albin Kurti. Del me këpucë kuqe. As ka për të fituar ndonjëherë. Nuk kam përshtypjen ka vend për diskutim, po e bëjmë në Albin pjesë Kurti të duhet inshallah i nxjerrin nga pranvera, këta s'më nxjerrin tash pi. Mirë, Alba, para se të shkojnë në reklama. Kam frikë se i ka veshur këpucët e kuqe para se të kthehen ata. Ja, e diskutojmë këtë. Ai ka veshur këpucët e kuqe Në fakt apo si si ka ka veshur? hequr kur këpucët e kuqe. Te një sekond. Goxhe, çfarë do të kundërshtosh? Se i rikthehemi në pjesë dytë, se duhet shkojnë në reklama. Nuk është Albin Kurti ai që ka ndikuar në arrestim, pra ka ndikuar në arrestimin e tyre, ose është Albin Kurti ai i cili ka dhënë akuzën e tyre, nuk ka lidhje. Antarët kabinetit Albin Kurti, siç është ministrja e jashtme e tij, ajo po ka paraqitur dokumenta, po ajo ka folur për kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës prej vitit 1999 bën shkrime nga Gjermania. Pra ajo i përket një subjekti tjetër, një turpi tjetër për veten, për teatrin e saj, për familjen e saj dhe për Kosovën. Albin Kurti në këtë moment nuk është personi i cili ka kontribuar me akuza në gjykatën e Hagës. Goxha, nuk po them, nuk fat që ka përfituar përgatitur politikisht dhe po vazhdon të përfitojë politikisht duke e përdorur këtë për interesin tani e ato tij. demonstratat e Albin Kurtit, hajdutët njërën tjetër pa... Dakor, po sido që pra protestat me hajdut dhe me domate e vezë nuk i kanë çuar këta në tribunal. Po s'ka çuar asnjë në burg për Ata njerëz Kosovën e kanë përdorur si plaçk lufte, e kemi fituar në luftë. Edhe të gjithë kjo pjesa e krahut militar, edhe Ramush Haradina, edhe ky është fakt. Janë njerëzit aktualisht, janë njerëzit më të korruptuar në Kosovë, dhe kjo duhet thënë. Dhe ky është fakt. Dhe Hashim tha që Ramush Haradinaj, të gjithë krahu kanë dënuar për këtë punë. Jo, nuk po flasim për gjykatën e Hagës, por janë njerëz për korrupsion të lëshuar, kanë qenë të paprekshëm. Kanë qenë të paprekshëm. Vjen tash që janë prekshëm se kanë 5 vjet që janë në burg. Subjekti gjykatës ndërkombëtare. E di se jam mësuar nga Shqipëria unë me këto akuzat për korrupsion që i lëshojnë si lopa bajgën. Problemi është që ti duhet ta vërtetosh e dënosh me burg. 5 vjet e ke pasur pushtetin, po problemi është që po del më i korruptuar ti. Po çfarë po del më i korruptuar Kurti? Ku qeveria e tij nuk e di, lexoj ca akuza unë vjopër energjinë elektrike. Po pra, për këto s'është ndonjë gjë e madhe. Aty me një çelës është energjia elektrike lëvizin miliona. Po mirë, në Shqipëri dhe në Kosovë çështjet e korrupsionit nuk janë çështje lopësh. Si? Çështjet e korrupsionit në Shqipëri dhe Kosovë nuk janë çështje të bajgave të lopëve. Janë kaq konkrete, kaq ngarkuara, kaq komplekse. Sa drejtësia do duhet punonte ditë natë për t'ia dalë dot. Vetëm gjykata, për shembull në Shqipëri unë di ata që janë dënuar nga gjykata për korrupsion. Pastaj ka bërë Partia Socialiste dhe pastaj i mbylli dosjet edhe iku. Sa thot Sali Berisha, ka thënë i mbylli dosjet e iku. Mirë, nëse ju përdorni si referencë vetëm dosjet e gjykatave, jam dakord me ju. Albin Kurti nuk ka dënuar njeriu në gjykatë, nuk ka çuar njeriu nëpër gjykata, gjykatat dhe gjykatat e Kosovës janë shumë mira se tonat, duhet thënë kjo. Nuk është se ka dënuar ndonjë nga këta komandantët që nëse ju e referoni vetëm dënimeve të dhëna nga gjykatat, atëherë jam dakord me ju. Alba, thjesht për ta mbyllur këtë pjesë, për të shkuar reklama dhe pastaj rikthehemi edhe një herë tjetër më tepër heshtjes Kurtit edhe pastaj ndërprerjes dialogu strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë pritet në ditët në vijim? Pse i takon dëshmitarëve që ka thirrur mbrojtja e Thaçit? Wesley Clark e tham që ish shefi NATO-s që mund të dëshmoj, edhe prokuroria ka asë në mëng pamje filmike, dëshmi tjera që... Disa emra të rëndësishëm që unë i lidh edhe me momentin edhe me kontekstin kohor, për atë çfarë politikisht po ndodh në Kosovë dhe ndoshta për shkak të interferencave që po vinë edhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Shtetet Bashkuara. Ndoshta ky është syri pozitiv me cilin
dua të shoh sot Kosovën, pra për nevojën e një dore të zgjatur amerikane. Po unë besoj që këta janë emra të rëndësishëm dhe sigurisht që siç kishte paremruar James Rubin dhe doli të ishte në realitet, kontributi i tyre gjithmonë në favor të ushtrisë shërimtare të Kosovës, pra një lloj ripërtritje të imazhit që ne kishim filluar të kishim disa dilema për vërtetësinë e rrëfimit të ngjarjeve, natyrisht të bëra pis edhe nga drejtësia, edhe nga kundërshtarët, edhe nga akuzat e vazhdueshme, e tha dhe Rubin ditën e sotme, ka qenë vazhdimisht tentakula ruso-serbe aty, e cila i sëndërton me një sofistikim dhe elegancë aq të madhe sa ndonjëherë edhe ne e vëmë në diskutim vërtetësinë. Pra ne kishim nevojë për disa James Rubin, jo vetëm në këtë tribunal, edhe për sytë e veshët tanë, edhe për sytë e botës, për të na ushqyer edhe një herë ndër dijen kombëtare, edhe për të na thënë kush ishim dje, se ndryshe nuk do të ecim dot sot në vijim. Pra për mua është e rëndësishme edhe moralisht të shmia, edhe nëse penalisht nuk mund të ketë vlerë të jashtëzakonshme. Edhe emrat që pritet vinë, nëse ata do të konfirmohen, besoj se do të kenë të njëjtën peshë dhe të njëjtën vlerë. Uroj që të jenë, dhe po e them edhe një herë sepse në momente si këto, kur vihet në diskutim dhe ka polemika për historinë, pastërtinë e figurave të rëndësishme të një vendi, ana morale është shumë herë më e rëndësishme se sa për fat keq fati i 5 njerëzve. Se sa fati i 5 njerëzve. Okej, shkojmë në reklama.